Skenari i zgjedhjeve të reja në Kosovë duket i pashmangshëm. Presidenti i vendit Vjosa Osmani mblodhi liderët e partive politike për të konsultuar dhe për të caktuar mandatarin e dytë, por pa rezultat. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Mevli Krasniqi, tha para mediave se në takim është bërë e qartë se askush nuk mund të asigurojë shumicën për të formuar qeverinë. Sipas tij, zgjedhjet e reja tashmë janë të imponuara. Nga ky takim u bë e qartë që askush nuk mundet me kriju shumicën e re parlamentare bazuar në legislaturën aktuale. Kjo do duhet të ishte e mjaftueshme që sot edhe presidenti i vendit të vinte në një konkludim të tillë dhe pastaj të vepronte në drejtim të shpalljes së zgjedhjeve, të cilat tashmë deshëm apo s'deshëm janë të imponuara. I të njëjtës linjë ishte edhe kreu i LDK-s Lumir Abdigjiku. Në këtë takim u dëshmua ajo që LDK-ja kishte thënë gjithherë, që në Kosovë, sipas rezultatit zgjedhor të nënshkurtit, nuk ka shumicë parlamentare. Haradinaj tha se Osmani ka afat deri më 5 nëntor të vendosë nëse do të mandatoj dikë tjetër për të formuar ekzekutivin e ri apo të shpallë zgjedhjet e reja. Presidentja ka deri më 5 nëntor, pra afat kushtetues, 10 ditë nga dita e fundit që ka ndodhur votimi në parlament, pra besoj që me 5 nëntor do ta marrin edhe lajmin që do të shpërbohet parlamenti. Ndërsa kryeministri në detyrë Albin Kurti nuk pranoi të flasë për mediat. Takimi u mbajt pasi Kosova gjendet në bllokat institucionale, me që asnjëra parti nuk e ka fituar shumicën në zgjedhjet parlamentare të nëntëshkurtit për qeverisur e vetme, ndërsa ka mungesë vullneti mes partive për bashkëqeverisje.